Qeveria shqiptare është drejt shtyrjes së afatit të kontratës me koncesionarin e aeroportit Nën Tereza. Negociatave të gjata dhe të vështira mes palëve po u vjen fundi dhe për ministrin e transporteve Edmond Agjinasto. Marrëveshja pritet të firmoset brenda muajit shtator. Kjo do të thotë se koncesionari gjerman do të heqë dorë nga ekskluziviteti i fluturimeve ndërkombëtare nga aeroporti Nën Tereza. Në këmbim, qeveria do të shtyjë me më pak se 5 vite afatin e kontratës. Kemi vendosur një parim shumë të ndershëm, që është çdo efekt që vjen nga hapja e aeroporteve të reja në Shqipëri të kompensohet nëpërmjet zgjatjes së kohës së koncesionit. Kjo është një parim shumë i ndershëm në gjykimin tim. Kjo është çështje pak kohe. Mbas disa ditësh unë besoj që do të kemi një konkludim përfundimtar, por nuk mund të shprehem përderisa akoma nuk e kemi. Kontrata me gjermanët e Tirana Airport Partners mbaron në 2025-ën. Me marrëveshjen e re që pritet të arrihet, afati i saj do të shtyhet, por jo më shumë se 2030. Në intervistën për Vision Plus, ministri i transporteve u ndale edhe tek tarifa prej 5 eurosh që do të paguajë çdo automjet që kalon në rrugën e Kombit. Për ministrin kjo është tarifa më e ulët në rajon, por banorët e zonës do të paguajnë më pak pasi ata do të pajisen me një kartë identifikuese. Do të ketë kategorizim. Jo çdo kush që kalon në rrugën e Kombit do të paguajë këtë tarifë. Do të ketë veçanërisht popullsia vendase që e ka atë rrugë, do të thënë jetike për realizuar aktivitetin normal, jetësor dhe ekonomik, do të ketë tarifa të tjera, do ketë siç ndodh në të gjithë sistemet e tjera të ngjashme në vendet fqinj apo në vendet europiane që kanë karta të caktuara të cilat duhet i kenë me vete sa herë që të kalojnë. Koncesionari që do të mirëmbajë rrugën e Kombit do të kryejë dhe investime për të përfunduar të plot veprën, investim ky i cili nuk përballohej nga buxheti i shtetit.